Avokati Erviz Goxhaj ka komentuar shqyrtimin nga gjykata e lartë të një çështjeje kyçe në drejtësi që lidhet me ndryshimin e praktikës gjyqësore në lidhje me masat e sigurisë arrest me burg. Goxhaj e ka cilësuar nismën pozitive dhe domosdoshmëri përballë numrit të madh të paraburgosurve në vendin tonë, 2 herë më të lartë se në vendet e Bashkimit Evropian, por ka pohuar se nisma ka dhe anët negative të saj. Është nismë pozitive, sepse dhe në Bashkimin Evropian, por dhe në parimet e rëndësishme si prezumimi i pafatësisë, siguria juridike, në fund kur një person dënohet, atëherë duhet të shkojë në burg, flas gjithmonë për veprat penale të cilat kanë një marzh të ulët dënimi. Dhe masa e sigurisë arrest në burg është ekstremitet për këto vepra penale. Pra kërkon një praktikë të re ose një qëndrim të ri nga gjykata e lartë. Por kjo ka 2 anë të medaljes, sepse gjykata e lartë duhet të jetë shumë e kujdesshme në ndryshimin e kësaj praktike, sepse në fund të ditës është prokurori që cënohet duke qenë një aktor që mbron interesat publik dhe interesat e shtetit, në momentin që gjykata e lartë do t'i cënoj pra të drejtën për të kërkuar masën e ekstreme arrest në burg në disa vepra që kërkojnë hetime speciale, cënohet hetimi, marrja e provave, dëshmitarët, pra ka 2 anë të medaljes, duhet pra kërkohet një kujdes në këtë vendimarrje për mos të cënuar as e drejta e individit, pra siguria juridike dhe prezumimi i pafajësisë, por njëkohësisht mos të cënohet as e drejta e prokurorisë për hetim dhe duke mos u cënuar marrja e provave, hetimi nga vendosja e kësaj mase sigurie. Goxhaj shprehet se shkaku kryesor i numrit të madh të paraburgosurve janë ashpërsimi i kodit penal dhe fryma e ashpër që kanë magjistratët në vendosjen e masës së sigurisë arrest me burg për vepra penale që kanë një marzh të ulët dënimi. Fenomeni i parë që ne kemi një rritje të shtuar të masave të sigurisë arrest në burg është pikërisht ashpërsimi i kodit penal. E dyta është fryma. Pra, magjistratët dhe shkolla e magjistraturës duhet krijojë një frymë që të paktën veprat penale të cilat dënohen deri në 3 vite mos të kenë ekstremitetet me masa sigurie arrest në burg, por të aplikojnë masat e tjera të sigurisë. Ndërkohë Goxhaj ka sugjeruar që përveç ndryshimeve të praktikës gjyqësore, ligjvënësit duhet të marrin në konsiderat dhe ndryshimet e kodit penal për këto vepra me dënim të ulët, pasi ndryshimet që po diskutohen aktualisht mund ta përkeqësojnë situatën nëse nuk shoqërohen me një arsyetim të qartë që do të udhëzojë gjykatat në zbatim.